Ministra për Europën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali mori pjesë në aktivitetin përkujtimor me rastin e ditës ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit në temën Ura që lidh brezat. Ceremonia nisi në oborrin e pasëm të Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme me mbjelljen e një pemë ulliri, simboli i paqes, kujtesës dhe vazhdimësisë. Spiropali risolli në vëmendje fjalën e kryeministrit Rama në parlamentin izraelit për të dëshmuar forcën e humanizmit të shqiptarëve me aktin e shpëtimit të hebrejve gjatë Holokaustit. Sipas ministres së jashtme, orientimi ynë i drejtë, qasja jon parimore dhe kontributi për madhësisë së vendit e numrit të popullsisë në politikën tonë të jashtme, organizimet ndërkombëtare kanë bërë Shqipërinë një partner aleat të vlerësuar dhe të besueshëm. Dje në seancën historike të mbajtur në Knesset, në parlamentin izraelit, kryeministri Edi Rama riktheu në vëmendjen e të gjithëve shembullin e jashtëzakonshëm të dritës shqiptare gjatë kapitullit më të errët të njerëzimit, Holokaustit. Arin po, hebrejt jo. Ishte në vitin 1943 përgjigja e dhënë përballë ultimatumit Gjermanisë naziste nga populli dhe nga autoritetet shqiptare. Shqipëria ishte i vetmi vend në Europë që përfundoi luftën e dytë botërore me 15 herë më shumë hebrej nga sa e nisi. Në një kohë kur edhe vende shumë më të pasura e të ashtu quajtura më të qytetruara ran pre e një flame totalitare që i zhveshi nga kodet njerëzore e morale, Shqipëria pikrisht në kodin e saj moral gjeti forcën për të mbrojtur të ndryshmin dhe për të nderuar jetën. Ne jemi krenar për këtë maj morale që meriton të dëshmohet kudo, por që nuk është e vetmja në historinë tonë të strehimit dhe të mbrojtjes së të huajve e të njerëzve në nevojë. Në ceremoni u publikua edhe një videomesazh i posaçëm nga ministri i jashtëm i Izraelit, i cili theksoi se historia unike e Shqipërisë qëndron sot si një shembull morali dhe guximi në mbar botën.